tri gjëra e joshin njeriu në vazhdimsi. Gjëja e parë e cila e thret njeriu që ai të pajiset me ato atribute dhe ato cilësi, është pikërisht janë ato cilësitë që kanë të bëjnë me atribute djallëzore, me atë mentalitetin dhe sjelljen e shejtanit la'natullah alej. Atributet dhe cilësitë djallëzore manifestohen dhe shprehen qoftë nëpërmjet mendje madhësisë, kryenëqësisë, xhelozisë, arrogancës, armiqësisë, urrejtjes, shkatrimit, mashtrimit e kështu me radhë. Të gjitha këto janë karakteristika të cilat karakterizojnë sjelljen dhe atributet djallëzore e që në vazhdimsi njeriu atakohet prej këtyre atributeve, edhe mund të joshet, mirë po besimtari dhe muslimani vërtet bën përpjekje që këto dukuri negative dhe këto vese të liga të mos jenë pjesë e karakterit të tij, nga se ai është i karaktershëm. Ai ka virtytin e karakterit të fuqishëm dhe të bururisë.